Kam një problem shumë të madh dhe dua ndihmën tuaj. Jam i dyzuar, nuk di këtë marrë, këtë vlej, domethënë, këtë qytetën apo këtë Porsche. Shikojeni pak. Unë nuk do blej asnjërin sepse edhe po ti blej nuk i mbaj dot as me benzinë dhe as me shërbime. Por kam ardhur të pyet shpëtimin se çfarë i ka bërë këtij Porsche dhe çfarë do t'i bëj Audit. 3 dur liqidim plus qeramik, kurse Audin e kena gati për veshje totale. Bën dhe xhama të zi. Xhama të zi, liqidime, qeramik, PPF, gjitha. A i kërkojnë shqiptarët këto shërbime? I kërkojnë maksimal, edhe dojnë cilësinë maksimal. Ky disku ka qenë ngri dhe është bërë i zi, në perfekcion çdo gjë. Nëse ke një makinë dhe nuk të pëlqen pamja e jashtme, nuk duket sportive apo nuk është në shijet dhe gustot e tua, tek Shpëtimi ose tek Auto Design mund t'i japësh pamjen që ti dëshiron.